A i njini këtë bim? Emri i saj botanik është Solanum nigrum ose Black Nightshade, hija e natës së zezë. Mbështet shëndetin e mëlçisë në mënyrë natyrale. Mëlçia luan një rol jetik në filtrimin e toksinave, rregullimin e hormoneve dhe mbështetjen e tretjes. Kur ajo është e mbi ngarkuar, kjo mund të ndikojë në gjithë organizmin. Në mjekësinë ayurvedike, Solanum nigrum është përdorur tradicionalisht për të mbështetur shëndetin e mëlçisë, për të ndihmuar në uljen e proceseve inflamatore dhe për të nxitur detoksifikimin. Antioksidantët që përmban mund të ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave të mëlçisë dhe funksionin e saj. Ndihmon në uljen e inflamacionit dhe dhimbjes. Në mjekësinë tradicionale, kjo bimë është përdorur për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve, ëndjet dhe ngërçet. Përmban përbërës me veti antiinflamatore dhe shpesh zgjedhjet e shtypura janë përdorur për aplikim të jashtëm në zonat e prekura. Megjithatë, nevojiten më shumë studime shkencore për të konfirmuar efektivitetin dhe sigurinë e këtyre përdorimeve. Mund të mbështesë tretjen. Sipas përdorimeve tradicionale, Solanum nigrum është përdorur për shqetësime si fryrja e barkut, kapslëku ose humbja e oreksit. Gjethet e gatuara janë konsumuar në supa ose gjellë për të lehtësuar shqetësimet e stomakut dhe për të nxitur tretjen. Gjithashtu është përmendur se mund të ketë efekt të lehtë laksativ. Përdorimet tradicionale për problemet e lëkurës. Në mjekësinë popullore, gjethet e shtypura janë aplikuar mbi lëkurë për të qetësuar skuqjen, kruajtjen dhe irritimet. Bimës i atribuohen veti antibakteriale dhe antiinflamatore, por këto përdorime tradicionale nuk zëvendësojnë trajtimin mjekësor dhe kërkojnë më shumë prova shkencore. Përdorimet tradicionale gjatë temperaturës dhe infeksioneve. Është vënë re se kjo bimë është përdorur tradicionalisht për të mbështetur organizmin gjatë etheve dhe disa infeksioneve. Theksohet gjithashtu se nuk është zëvendësim për mjekimin, por është përdorur si një mjet plotësues në praktikat tradicionale. Solanum nigrum mund të jetë toksike veçanërisht kur pjesë të caktuara të bimës ose frutat e papjekura konsumohen në mënyrë të papërshtatshme, prandaj nuk duhet përdorur si trajtim pa njohuri të sakta dhe pa këshill nga profesionist i kualifikuar shëndetësor. Frutat e saj janë në ngjyrë të gjelbër dhe kur piqen marrin një ngjyrë të zezë ose ngjyrë vjollcë të errët. Solanum nigrum i përdoret gjethja, i përdoren edhe frutat, por duhet pasur kujdes sepse disa pjesë të kësaj bime janë toksike. Duhet të këshilloheni me një specialist.